Situata e zjarreve vijon të kërkojnë ndërhyrje në disa zona të vendit dhe gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 34 vatra, nga të cilat 5 mbeten aktiv dhe 4 janë në mbikëqyrje. Vëmendja kryesore është përqendruar në malin e Dajtit, ku zjarret janë riaktivizuar në të dy anët e Kreshtës dhe në terren vijon operacioni me forca zjarr fikse, por edhe ato të armatosura. Për shuarjen e flakëve po përdoret mbështetja nga ajri, me një helikopter dhe 2 avion Air Tractor dhe në operacione janë shtuar edhe 50 efektiv të forcave të armatosura, por pavarësisht riaktivizimeve nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë, 2 vatra vijojnë aktive edhe në qarkun e Dibrës, në Ballën Kostenj dhe në qafën e Helmës, në Bulqiz. Edhe këtu nuk ka rrezik për banesat. Në qarkun e Elbasanit po ashtu zjarret janë riaktivizuar në malin e Dardës, në Librazh dhe në malin e Quksit në Prenjas, ndërsa situata paraqitet e përmirësuar në Puk. Në Gjegjan, Gojan të vogël, Gojan të madh, Prozhëm dhe Tërbun nuk ka më vatra aktive. Në të gjithë vendin janë angazhuar 219 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikës dhe forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 60 efektiv, 1 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Strukturat e mbrojtjes civile vijojnë të monitorojnë situatën dhe janë në gatishmëri për ndërhyrje me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave, por edhe pasurisë së qytetarëve.